Do thënë çështje llogarish Valbona nuk ka frikë dashurie. Ka frikë, kishte pak frikë për të. Të përgjigjes që do marrë, ai ecën i sigurt në jetë, nuk ecën kështu, nuk është aventurier. Këtë gjë do doja ta kuptoni tek ai. Në dashuri e kanë fjalë. Qofse bëhesh fjalë për dashuri. Tani që ka pasur momente në shtëpinë e Big Brother që Laerti ka dashur të më puth dhe më ka ftuar në disa momente kur ne ishim mirë dhe flisnim edhe rinim bashkë dhe mos muaj në fundit. Ka pasur, nuk ka qenë ashtu si që përshkruan ndoshta puthja e ballit, nuk e di kur e ke parë se ai shpesh më puthe shpesh në ball. Megjithatë ka pasur momente kur Laerti ka dashur të më puth, ka pasur momente dhe ndjesi për Laertin që edhe nga ana ime që mund të kishte ndodhur puthja, por nuk ndodhi asnjëherë për arsye se Rozana bënte pjesën e vet nga krahu tjetër që vinte tek unë dhe më thoshte jetën e Laertit, fakti që ai ishte i zënë, kishte një zemër të zënë, ishte i dashuruar. Edhe ai kur ta kërkoi në dhomën e rrëfimit një puthje, gjithashtu refuzove. Dhe në fund të deshi kaq shumë sa ta. Do ta marrësh. Po e nxjerr nga shtëpia, e po rri rehat, po e heq të barr nga vetja ime. Pra me pjesën e puthjes. Mes ju të dyve nuk ka pasur kur as dashuri dhe as erotizëm. Pra ju të dy nuk të riqeshit dhe kjo ishte dukshme si e pastër si kristali. Ne kishim një simpati shumë të madhe për një, unë flas për simpatinë time ndaj Laertit dhe ndjeja shumë të pastra që unë i kam shprehur Laertit në atë shtëpi. Kështu që se si ju e keni parë ose si ti Ronaldo e ke parë, ke marrë këtë lloj ndjesie, unë nuk kam se çfarë do të them më tepër se është ndjesia jote. Është vërtet. Valbona, unë bëra dy pyetje, duke qenë se ti nuk e kemi edhe Laertin këtu. Pra deri tani bëra gazetari dhe pyeta personat e interesuar, gjysmat, sepse ti je këtu, Laerti është aty brenda. Në qoftë se do të flas tani opinion, opinioni im do ishte që ju dhe po të ishit lidhur aty brenda, do ishte një çift shumë i mërzitshëm. Sinqerisht, unë nuk do Olti Tia mendon se Valbona, duke folur vetëm nga këndvështrimi i lojës, e dëmtoi. Më fal, nëse mendon se Valbona e dëmtoi lojën e Laertit? Jo, sepse ku ka dash Valbona, ka ndihmu lojra. Kur s'ka da, jo, nuk... Valbona nuk e Nuk faturohet fare Valbona, jo. Valbona nuk e ka prishur lojën e Laertit, Valbona ka qenë një kal troje për Laertin, që Laerti në fund fare e flijoi duke e nxjerr jashtë, dhe kjo ishte mjaft e dukshme. Pastaj për të puthur, Laerti ka puthur Aldon dhe puthi gjithashtu Gjestin, kështu që nuk besoj, siç thotë Manushi, që u tërhoq nga Valbona se është për shkak të kohrave etj. Po, Amber i donte të shtonte diçka? Para se të vija për në studio, pash dritat e shtëpis, kur kalova dhe e bëra si ajo zonja në qyteti, u ktheva dhe thash, moj shtëpi, thash, më shumë u puthën bura me bura se bura me gra këtu. Nëse Laerti për ta përmbyllur me ty Valbona dilte prime për prime, kështu që pse jo mos ta shtynte edhe 2 javë të tjera, nuk do ishte keq për të. Për këtë arsye ai ka qenë edhe tip kryefjale në shtëpi, pa bërë asgjë dhe duke bërë ti çdo gjë. Një tjetër nga situatat më kulminante kanë qenë edhe debatet me ty, Gerti. Mes teje dhe Laertit ka pas goxha ngacmime edhe sherre me tone shumë të larta. A mendon se me këtë objektivin për t'i prishur lojën në fakt i ke ngritur figurën? Unë nuk do zjatëm shumë për Laertin, se jam zjatë kaj shumë, i kam po i reklamat i Laertit sa mran lesht. Edhe Shqyqy Lazaruj i dashur në bëri me flokë. Orina. Tani mbolle flokë. Nuk merem më me këtë gjë se jam lodh. Edhe fjallën time e kam thënë në emision tjetër, po prap tu dhe e kam mbyllur. Po duhet ju rikujtoj të gjithë dhe juve, kur me flisin për Laertin, të kujtoni vetëm një sekuencë të vogël, çfarë ndodhi shtunën darke, kur ai djali i vogël ishte i shtrirë në tokë, dhe Laerti kruhesht mes gjithëve, bashkë me Rozana Radin. Ky është Laerti, për mua. Për mua është ai njeriu që e patë të rrëzuar, të rënuar, dhe nuk vajti të vinte një dorë. Pra çfarë do të flasim më shumë se sa kur kemi humbur sensin njerëzor të gjithë asaj që flasim që Big Brotheri lësi mesazh në fundit. Pra do japim 2 mesazhe. Dhe ishte pikërisht momenti që ai të thoshte fjalën e vet. Të merrte atë qëndrimin, atë për cilën se pam në asnjë moment dhe nuk e pam në shumë gjëra në atë shtëpi. Ky është mendimi i Gertit. Po, dohet të shtoj diçka të zen, po? Shkurtimisht, për mua ka qenë një pseudo romancë
kjo tim Vala, që më reale ka qenë tim Gjela me Gjestin, sepse Laerti ishte i zgjuar mjaftueshëm për ta kuptuar që u bë lojtar 2-1 me Valbonën dhe prandaj u afru. Dhe në momentin që erdhën mesazhet jo më nga femrat internacionale, po nga i poeti i tij anonim që jepte ndihmë, atëherë u afru. Dhe prandaj u afru këta dy. Vetëm romancë dhe vetëm ndjenjë që s'ka pas aty. E njëjta gjë që siç vazhdon ti djali dashur e ke bërë refren në çdo studio televizive, si në shtëpi nuk di më të ndryshosh frazat e tua Xeni, dhe Big Brother ka mbaruar dhe nuk mund të ecësh më as mbi kurizën e Bonës, as mbi të Laertit, as mbi të Eglit, as mbi të Gjesit, as mbi të Rozanës. Që kam për intelektin e tij, sepse ti ke qenë një barë dhe nuk e kam quajtur asnjëherë pa besi. Fakti që ai të largoj, sepse ti duhet të të nxirr të jashtë. Je një bar, je një kafshat që nuk ka përdihet. Valbona Milli. Apo në një situatë, apo në një dinamik, lëri të tjerët.